Shqipëria është futur zyrtarisht në një krizë të rëndë energjetike, ndërsa korporata elektroenergjetike shqiptare ka shpenzuar 26.5 milion euro për blerjen e energjisë elektrike vetëm për një javë, me çmime që arrin deri në 135 euro megavator. Në të njëjtën kohë janë vënë në punë me kapacitet të lartë edhe dy anije termocentrale në Vlorë. Situata hidrike, alibi e përsosur. Sipas të dhënave zyrtare nga Kesh, rezerva hidrike në vend ka rëndjeshëm është 31% më ulët se mesatarja shumë vjeçare dhe 42% më pak se vjet në të njëjtën periudhë. Por pyetja që ngrihet është pse nuk u morën masa paraprake kur e gjithë Europa po përballet prej muajsh me thatësire të zgjatura dhe temperatura ekstreme. Kjo paaftësi menaxheriale po i kushton qytetarëve miliona euro vetëm për javën në vijim. Janë blerë 47.000 megavator energji me dorëzim të menjëhershëm, 145.000 megawatt të tjera në dorëzim deri më 31 korrik, me çmim mesatar 132 deri në 135 euro megavator. Kostoja totale ka kapur shifrën 26.5 milion euro, edhe ky është vetëm një ankand. Tigrat e Vlorës në sken, zgjidhja apo skem? Përveç importit, Kesh ka vënë në punë dy anije termocentrale në Vlorë, të cilat prodhojnë energji në orët e mbrëmjes, kur konsumi është më i lartë dhe kur panelet diellore dalin jashtë loje. Vetëm në 4 muajt e parë të vitit ato kanë prodhuar mbi 41.000 megavator, por tani pritet të kapin shifra rekord. Por edhe këtu lindin dyshime. Sa na kushton prodhimi nga anijet? A ka transparencë për karburantin që e përdorin? Kush e mirëmban dhe kush përfiton nga operimi i tyre? Po vjedhin për të mbuluar paaftësinë? Në vend që të kishte një strategji të qëndrueshme për investime në energji të rinovueshme dhe diversifikim, qeveria po zgjedh situatë me ndërhyrje të shtrenjta, të menjëhershme dhe pas një garancie afatgjat. Me çmime që në tregjen ndërkombëtare janë relativisht të stabilizuara, blerja me çmime kaq të larta dhe në sasi kaq të mëdha ngjatë dyshime të forta për abuzime dhe vjedhje të fshehur pas krizës energjetike. Pyetje që duhen bërë: a ka hetuar ndonjë institucion përse po blihet energji në këtë formë urgjente? A janë bërë auditime mbi kostot dhe kontratat? Kush i fiton këto tender dhe si janë përzgjedhur? Në një kohë kur qytetarët përballen me fatura të larta dhe paralajmërime për rritje të mëtejshme, mbetet e paqartë nëse paratë e buxhetit po përdoren për të zgjidhur një krizë reale apo për të financuar interesa të fshehta në emër të saj.